Ka pati bërë përshim me banën, lidhje me këtë muhabet. Kush? Unë. Për Jozin? Po. I kam thënë që Jozi nuk ka sy as për mua, as për Lorin. Sy ti ka për ty. Po. Sepse edhe atë ditët e ditëlindja e lajërtit e festa, Po. ka qenë gjatë gjithë kohës duke parë ty. Po. Dhe nëse Lori ishte këtu mbrapa, Valbona ishte atje, sytë e Jozit ishin gjithë kohës duke ndjek Valbonën, se si kërcente me lajërtin, dhe nëse kishte një këngë dashuria ose çfarë do lloj këngë kishte, ai ishte duke parë Bonën, duke i qesh, dhe Bona duke bërë si modele, duke u ledatuar. Edhe sot kur ja kam thënë atë gjë, prap ka pat atë buzëqeshjen që nuk e ul dot, kur diçka ty të lezeton. Se pata dhe unë një përballje me Valbonën te Grimi. E di se kam dëgjuar muhabetet në shtëpi. Ke Grimi. Po, i kam dëgjuar dhe muhabetet, domethënë që i ke thonë dhe ti. Jo, unë i thash nisur nga thënia jote në Prime. Po. Sepse ti the mbrëm në Prime, sepse ne diskutuam ne pam të dyja tek Stormi. Unë e pyeta se doli te klipi që i thashëm pse shikon andej. Po pra. Që shikon andej i thashëm, dhe më tha mua shikoj Valbonën. Po. Përveç asaj, unë e kam parë dhe vetë shikimet. Gjithë kohës kanë qenë të kryqëzuara dhe buzëqeshja e Bonës ledatare. Po. Një buzëqeshje, se ti shokut mund t'japash një buzëqeshje njërën kaq, po jo gjithë kohës statike. Jo, po s'është buzëqeshje ndaj shokut ajo. Sepse dhe unë në atë mënyrë e kam kuptuar atë ndjenjën, atë pëlqimin ose kimin që kam me Jozin, nga ajo buzëqeshja. Sepse unë sa herë që shikoja Jozin, buzëqeshja. Po. Unë shikoja Laertin, nuk buzëqeshja. Shikoja Aldo, nuk buzëqeshja. Pse me atë? Sepse më lidh një ndjenjë. Po. Edhe është i njëjti rast. Po të paktën unë kam aq guxim sa e pranoj. Nuk mundohem të fshej gjëra që janë shumë të dukshme. E pranoj ajo? Po çfarë? Nuk e pranoj. Po jo, ç'a do pranoj? Se ke mua i dogje. Si? Ke mua i dogje shumë. Po, dhe të kuni dogje. E thash sot. Dhe të kuni dogje, po fillim i thash një herë, dy herë, dhe vazhdon, dhe i thash, ti ke buzëqeshje në fytyrë në këtë moment që unë po ta them këtë gjë. Dhe pastaj e ktheu pak, u bë agresive. Se ajo bie në grop vet. Po. Bie vet në grop. Sa do mos flasësh fare, gjua e trupit tregon shumë gjëra. Po. Mos fol fare ti.